Dhe Frenca. Sot do t'ju tregoj një recetë shumë të shëndetshme me spinaq dhe me përpordha. Këto e bëj për flokët më të shëndetshme që përkujdesëm unë, bashkë me shampo që e laj me triko salo që është serumi, shampoja dhe kremi skapi për flokë. Ta ka marrë pak ngjyrë, tani do të hedhim pak prit dhe piper. Ne e koha për të hedhur spinaqin. Tani si shikoni, është bërë për ta hequr, por do të shojmë në pak kohë që të bëhet më mirë. Një lugë kos afërsisht. Provoni, do jetë shumë e shishme, por merrni në telefon të provojeni për më shumë informacion për këtë shampo kundra ronjës flokë, është shumë e mirë, këtë përdor edhe unë. Ju mi pres. Pa e heq tani, është bërë. Kur ta hiqni, do të hidhni në majdanozin. Dhe thëni një diçka që ta keni parasysh. Dua që ta provoni në ju. Majdanozi për të jetuar sa më gjatë. Majdanozi ka qëndruar 10 ditë. Për të qëndruar kaq gjatë, duhet ndru ujë çdo 2-3 ditë që rronjën mos kalbet dhe ai qëndron freskët.